Jemi kthyer me Shkurtë Fejzën dhe Gresa Belulin, të cilat sot po vinë me këngët e tyre në sigurisht në hapësirën tonë televizive, është një numër shumë i kufizuar këngësh që mund të sjellim, por që mund të flasim për më tepër për to. Shkurtë, pak më herët i lajmërova teleshikuesit jo do të pyesja për një koncert recital tëndin, me një repertor kaq të pasur sa ke ti, dhe me këto këngë që ke sjell, sidomos këto vitet e fundit të jashtëzakonshme. Mendon të bësh një koncert të madh recital, ku t'i mbledhësh të gjitha aty? Unë në 2024 kam bërë 50 vjetë karrierë dhe kam pas koncertin e 50 vjetorit dhe me thëmë faleminderit. Me gjithë e kisha shumë vështirë t'i rizgjidhja këngët. Ishin 17 këngë të gjitha që u interpretuan live dhe me bashkë me publikun i kënduam, mirë po shumë pak, sepse kam gjitha të këngë, janë gjitha të vite. është gjitha e periudhë e jona e vështirë, të cilat jam mundua të gjitha periudhat t'i shënoj me këngët e mia. Dhe e mendoj edhe një... Do më thënë, ka shumë këngë që kanë mbetur të pakënduara nga recitali, kështu që i parë, duhet bësh të tjetër. Pa tjetër, veç inshallah o Zot do t'jemi shnosh, edhe e mendoj me një periudhë të afërt me kismet me realizu. Duhet, se janë një sepse ju repertor në hap këngëve të mia, sepse janë shumë dhe janë shumë të bukura dhe janë shumë të dashtuna për publikun dhe prej në 89-ën unë e kam këndua këngën Kosovë në Naime. Pastaj në 90-ën kam bë këngën Mbahuna në mos ke frikë se ke djem në Amerikë, të cilët gjithë e këndojmë kudo ku shkoj. Pastaj në këngë Nën Tereza, pastaj është e kam emrin kosovar, Xhamadani via via, Jo nuk dat Mitrovica, këngë të cilat i do dhe i këndon publiku të gjitha dhe mbojnë me unisin që ishte vlerësuar. Gresa, një këshill që ta ka dhënë gjithmonë mama jo të Shkurtja në skenë, kur ti del, diçka që ti e kujton gjithmonë të parën, që e ke vath në vesh që ta thot ajo gjithmonë. Çfarë do të ndash këtu me ne sot? Po, në përgjithësi, këshilla është që të punoj shumë. Që të punoj shumë, të mos ndalem asnjëherë. Në skenë, po në skenë, një këshill kështu skenike, televizive, nga ato profesionale, teknike, si mund ta themi? Po na në përgjithësi këndojmë gjithmonë live dhe më herët kishte nevojë më thonë që duhet me këndu live, tash s'ka nevojë se unë këndoj veç edhe kam rri. Për shembull, disa këshilla për të ruajtur zërin, në mënyrë që të performosh sa më mirë. Po, ato patjetër. Çfarë të kam mësuar në këtë drejtim? Unë edhe kam mbaruar shkollën e muzikës 4 vite. Edhe ato mandej janë disa teknika që për ruajtjen e zërit, edhe është diçka interesante që sa më shumë që këndon, nduket sikur zëri ruhet më shumë, këto kom pa te mami. Edhe këshilla tjetër është me rujt zonin shumë, se me rujt, do më thonë, telat e zërit, sepse për artistin, kur s'mundet me këndu live, atëherë nuk është artist. Është vërtet, pa tjetër. Edhe pa tjetër me, po, pa tjetër edhe me rujt atë veçantin në skenë, në përgjedhjen e këngëve, pavarësisht çka këndohet, nëse diçka nuk më shkon, thot mos e bëj. Nuk është për ty, ose kështu. Do më thonë me rujtat identitetin tim, originalitetin. E bukur. Shkurte, në gjithë të karrierën tënde që ti ke ndërtuar, ke kaluar gjysmë shekulli. Dhe ndërkohë duket sikur koha për ty nuk ndryshon, domethënë nuk lëviz asgjë. Shkurtja është identike. Balukja po aty ku ka qenë edhe para disa vitesh, kur ka qenë këtu në program se ne s'ka lëvizur vend. Identike. Çfarë bën Shkurte? Cili është një sekret i yti, ose nga përditshmëria jote, çfarë mund të ndash me ne? Një artiste që besoj unë, fakti që artiste është një avantazh shumë i madh për të mbajtur shpirtin gjallë edhe të gëzueshëm, të mbushur me kreativitet dhe me gjëra të bukura. Besoj që është një nga arsyet pse një njeri ndjehet mirë edhe këtë gjë reflekton dhe në portret. Tjetër, për te kësaj, çfarë bën Shkurtë Fejza që është kaq në formë? Faleminderit shumë, mu po më vjen mirë që po ma thue, edhe mirë po ndoshta edhe kom nisë shumë e re me kënu, edhe vitet po ikin, pastaj se me gjithate mosha i len gjurmët dhe emocionit që të kryon, dashunia që ka dhe respekti që ka publiku për ty, ajo të manë në fakt, ajo të manë gjallë. Edhe
sepse kam momente që lodhem shumë, mirë po ky respekt, ky dashni, ky admirim, tham, s'do t'a lë asnjëherë. Kjo është ajo që më mban. Pastaj kam familjen, falë Zotit, i kam shumë të mirë, fëmijët e mi, kam bashortin, kam familjen e gjanë, të cilët thjesht i kam mirë, nuk jena në ruana Zot, në probleme, edhe kjo të manë. Mirë po ajo që mësë të shumë të manë është puna jote, edhe është dashamir të muzikës e këngës tane, janë publiku, që të majnë gjallë, të inkurajojnë, dhe që 50 vite, dhe më thonë, kanë dëgju zonin tim, dhe unë prapë me Eduard Trokasin, prapë me admirojnë, kjo është ajo e gjitha. Absolutisht. Dhe unë duaj që ne ta Eduard Trokasim sërish Shkurt e Fezës, sepse është momenti për të interpretuar një tjetër këngë fantastike, ikonike tënde, që është Xhamadani Via Via. Në versionin original të Shkurt e Fezës, si që ajo ka kënduar, apo ke realizuar në një version tjetër? Po, kam edhe një version tjetër e kam. Do të gjojmë atër cili është versioni që ka zgjedhur Shkurt e Feza sot për ne, kështu që unë do doja të të ftoja me shumë kënaqësi të ndjekim Xhamadani Via Via nga Shkurt e Feza. Se dhe sheku jam shqiptar, e kur malet im loj bora, për atë dhe këngës jam ora, e kur malet im loj bora, për atë dhe këngës jam ora. Xhamadani Via Via, Kosova, Shqipëria, dhe si zemër Shqipteria, o sa e madhe Shqiptaria. Xhamadani Via Via, është Kosova, Shqipëria, dhe si zemër Shqipteria, o sa e madhe Shqipëria. Është një qiell që na bashkon, e një djep që na burnon, është një gjuhë që flasim tanë, e një tokë që të rasim e nanë. Është një gjuhë që flasim tanë, e një tokë që të rasim e nanë. Xhamadani Via Via, është Kosova, Shqipëria, dhe si zemër Shqipteria, o sa e madhe Shqipëria. Xhamadani Via Via, është Kosova, Shqipëria, dhe si zemër Shqipteria, o sa e madhe Shqipëria. Xhamadani Via Via, është Kosova, Shqipëria, dhe si zemër Shqipteria, o sa e madhe Shqipëria. Xhamadani Via Via, është Kosova, Shqipëria, dhe si zemër Shqipteria,
shqiptari. Faleminderit. Shkurte Feza, tek ne sot. Shumë O, faleminderit. çfarë emocione shkurte na ke krijuar sot në studio. Fantastike. Falenderoj shumë, unë dua të t'i përmendi pak autorët e kësaj kënge, sepse është zoti Alfred Çabaliku autori i tekstit dhe kompozitori Zef Çopa që ka realizuar këtë perlë për gjithë shqiptarët. Shkurte, ishte një mrekulli edhe ky aranxhim më pëlqeu shumë. Që vjen mirë që solle këtë me që e kishim edhe këngën e fundit në këto momente të fundit të programit të sotëm, me shumë atmosferë mbyllëm sot. Grisat, falenderoj shumë që ishte me mua. Një urim të fundit e di që ne nisëm me urim, po të ta mbyllim dhe me urim në këtë 28 nëntor sot për gjithë shqiptarët. Nga Shkurte Feza dhe vajza e saj Grisa Beluli. Një urim. Urimi më i mirë është ta dum vendin tonë. Ta duam atë dheun, sepse pa atë dhe nuk jemi kurpun hiç. Nuk jemi. Edhe unë bashkojmë të urime, edhe i luz gjithë prindrit që të edukojnë me këngë shqip fëmijët e tyre, kudo që jetojnë të edukohen vetëm shqip. Faleminderit shumë që ishit me mua sot. Gëzuar dhe juve, ishte kënaqësi veçantë që ju pata, na dhuruat emocione të pafundme. Nuk ishte siç ishte më bukur sot ky program. Unë falenderoj shumë edhe një herë Geraldina Sposën për këtë dekor fantastik dhe për këtë atmosferë që krijuan në studion tonë. Faleminderit që ishit këtu me mua. Faleminderit të dashurisë që na ndoqët. Gëzuar edhe një herë 28 nëntor. Ditën kuqezi, ditën e flamurit. Gëzuar të gjithë